Zvicra po përballet me një tjetër vit dramatik për akullnajat e saj. Temperaturat e larta të qershorit dhe mungesa e rreshjeve të borës gjatë dimrit kanë përshpejtuar ndjeshëm procesin e shkrirjes. Shkencëtarët paralajmërojnë se rezervat e borës janë konsumuar shumë herët se zakonisht. Në akullnajnë Ron, një nga më të njohurat në Alpet zviceriane, studiuesit e organizatës zviceriane për monitorimin e akullnajave, GLAMOS, kanë konstatuar se vendi ka hyrë në atë që quhet dita e humbjes së akullnajave. Kjo është dita kur e gjithë bora e grumbulluar gjatë dimrit është shkrirë dhe akullnajat fillojnë të humbasin akullin e krijuar ndër dekada e shekuj. Kemi hyrë në të ashtu quajturën ditë e humbjes së akullnajave. Kjo do të thotë se kemi konsumuar të gjitha rezervat e borës të grumbulluara gjatë dimrit. Normalisht, kjo gjendje duhet të arrijej në fund të shtatorit, por këtë vit ndodhi që në fund të qershorit. Tani kemi edhe 3 muaj të tjerë gjatë të cilëve do të shkrihet akulli i formuar dekada dhe shekuj më parë. Situata është vërtet shqetësuese dhe presim humbje masive të akullit edhe këtë vit. Sipas ekspertëve, kjo është hera e dytë në histori që regjistrohet ky fenomen, pas rekordit të vitit 2022. Dimri me pak borë dhe 2 valë të forta të nxehti në maj dhe qershor kanë përkeqësuar ndjeshëm gjendjen e akullnajave. Matjet në terren tregojnë ritmin alarmues të shkrirjes. Vetëm në një pikë monitorimi të akullnajës, niveli akullit ka rënë me 1,5 metër brenda 2 javësh. Kam qenë këtu për herë të parë këtë verë rreth 2 javë më parë. Atëherë sipërfaqja e akullit ishte në këtë nivel. Brenda vetëm 2 javësh të valës të nxehtit kemi humbur 1,5 metër akull. Është vërtet mbreslënse. Ndërkohë vera vazhdon edhe për 3 muaj të tjerë dhe presim humbje të mëtejshme të konsiderueshme. Pamjet me dron tregojnë rrjedhat e shumta të ujit që dalin nga akullnaja, ndërsa akulli zvoglohet çdo ditë. Shkencëtarët thonë se gjendja aktuale është pothuajse po aq kritike sa ajo e vitit 2022, kur Zvicra regjistroi humbjet më të mëdha të akullnajave në historinë moderne. Akullnajat janë në gjendje shumë të keqe për këtë periudhë të vitit. Patëm një dimër me pak borë, më pas valë të nxehti në maj dhe qershor. Kjo do të thotë se jemi pothuajse në të njëjtën situatë kritike si në vitin rekord të 2022-shit. Shifrat e publikuara nga GLAMOS tregojnë për masa të jashtëzakonshme të shkrirjes. Vetëm gjatë valës së të nxehtit në qershor, të gjitha akullnajat zviceriane humbën një sasi uji që do të mbushte një pishinë olimpike çdo 6 sekonda. Të gjitha akullnajat e Zvicrës së bashku humbën gjatë kësaj vale të nxehti një sasi ujë që do të mbushte një pishinë olimpike çdo 6 sekonda, ditë e natë për 2 javë me radhë. Ndryshimet janë të dukshme edhe për vizitorët që rikthehen çdo vit në këtë zonë alpine. Turistët thonë se peizazhi ka ndryshuar rrënjësisht dhe se akullnaja po tërhiqet me një ritëm të frikshëm. Vi këtu çdo vit për 50 vitesh, më vjen të qaj. Disa njerëz thonë se liçeni është i bukur, po për mua është e tmerrshme. Akullnaja është ulur rreth 80 metra. Edhe vizitorë të tjerë shprehen të trishtuar nga transformimi i peizazhit. Jam pak e trishtuar sepse ka mbetur vetëm një pjesë e akullnajës. Është një mrekulli e natyrës, por njëkohësisht ndjej keqardhje për të ardhmen. Shkencëtarët paralajmërojnë se rritja e temperaturave dhe valët gjithnjë më të shpejta të nxehtit po përshpejtojnë zhdukjen e akullnajave zvicerane, duke kthyer ato në një nga treguesit më të dukshëm të ndryshimeve klimatike në Europë.